Nëse fondi për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik nuk rritet në 30 milion dolar, do të duhen edhe 20 vite që ky proces të përfundojë. Ky është parashikimi i forumeve drejtuese të ish të përndjekurve politik të Shqipërisë, pjesë e të cilave është edhe kryetari i ish të përndjekurve politik të Shkodrës, Zenel Drango. Me këtë ritme, nëse vazhdon, nëse nuk rritet, pra domethënë aja ekonomia, pra domethënë nga 14 milion me i bën 30 milion, duhet edhe 20 vjet për me i pagu. Pra mendoj që atëherë kanë vdekë tonë dhe nuk përfiton kërkush me marrë se së nipat nuk përfitoj. Drango thot se ekziston një keqkuptim në opinionin e gjerë publik lidhur me dëmshpërblimin e ish të përndjekurve, sikur ai ka filluar që në vitin 1992, gjë që nuk është e vërtet. Ai kujton se ky proces nisi me letrat me vlerë, të cilat zgjatën deri në vitin 2010, por edhe sot shumë ish të përndjekur kanë ende letra të pashlyera nga fondacione të ndryshme dhe nuk kanë përfituar asnjë lek prej tyre. Pas pafajësisë së dhënë në vitin 2005, u deshën edhe 5 vite protesta që të niste dëmshpërblimi financiar. Me parëndor, atëherë kompensimi filloi në 2010, që filloi pafajësia, pra që ndahet. Pra, do më thënë, letra me vlerë, që jadhon, punë e pa pagume, kurse kja, a pa fajsi. Ti mund ke fut pa faj, dhe më detyrosh në dëmshpërblim. Fondi aktual për dëmshpërblimin e ish të përdjekurve politik nga 10 milion dolar është rritur në 14 milion, por drejtuesit e shoqatës theksojnë se ai duhet të arrijë të paktën në 30 milion dolar, në mënyrë që ky proces të përfundojë sa më shpejt.